Ç'ndodh tani me Bashkinë e Tiranës? Për sa kohë mund të qëndrojë Velia kryebashkiak në këto kushte? Atëherë, si rregull... Ai në fakt, po ta vesh re, ka dy gjuhë, dikush ka kolegët tanë, te lapsi Vikali botonin një fotografive ti, ku vazhdimisht ai fotografitë që kujdeset, i ka kështu që i ka në punë, që kujdeset për popullin, për shembull dhe për ditën e verës tani mund të ketë marrë masa. Po. Nesër ditë e verës, me sa di? Nesër. Do ketë marrë masa patjetër, edhe për të gjitha, për popullatën, për të varfrit, për të pensionistët gjitha, këto ai vazhdon të merr masa. Vetëm një foto kishin mundur t'i kapin, domethënë janë të kujdesshëm sa ka një protokoll mjaft interesant dhe të ashpër nga grupet që shoqërojnë. Më të fortë se ç'mund ta kishte Edi Rama, them unë. Juridikisht për mua ata e kanë asgjësuar në Bashkinë e Tiranës, vetë partia e tij. Juridikisht nuk është atë. Juridikisht e kanë asgjësuar praktikisht. Po formalisht tani? Formalisht ai vazhdon të mbetet kryetari i bashkisë, kjo për arsye edhe të një praktike gjykatës shëtuese që e kanë bërë unë praktikisht në rastin e ish kryetarit bashkisë të Vaudes, që u shkarkua kështu si shkarkonte Xhaxhen Verma përpara. Pra sot nuk mund të shkarkohet për sa kohë nuk ka vendim të formës prerë, një, përveç se nëse Këshilli i Ministrave zgjedh ta bëjë një gjë të tillë. Nga ana tjetër, vendim formës prerë për çështjen e themel. Për fajsi. Po, na vjen. Ai gjyqi mund të zgjasë edhe me vit. Zgjasë, nuk ka rëndësi. Pjesa tjetër është që mbas ligjit për pushtetin vendor. Kjo është një nonsens. Jo, se ta shpjegoj se ka edhe pjesë. Mund ta bëjë Këshilli i Ministrave dhe Këshilli i Ministrave nuk do ta bëj. Procesi gjyqësor mund të zgjasë 7 vjet. Ndërkohë si do bën? Ka mbaruar mandati. Mbaruar mandati, por ka pjesën ka mbaruar mandatin e plot. Ka pjesën tjetër. Mbas ligjit për pushtetin vendor, kur kryebashkiaku mungon 3 muaj pa arsye, 3 muaj nuk thot pa arsye me arsye si në rastin e zotit Berisha, normalisht Këshilli Bashkiak propozon shkarkimin e tij prap Këshillit të Ministrave gjithmonë. Është e qartë që Këshilli i Ministrave nuk ka ndërmend që të marrë një hap të tillë sepse për arsye që mund t'i kuptojmë gjithë pse. Nga ana tjetër, do shtrohet prap çështja nëse mungesa e tij është me arsye apo është pa arsye, sikur se ushtrua edhe për zotin Berisha për sa i përket humbjes së mandatit. Dhe unë mendoj që është arsye madhore, nuk varet nga vullneti i tij. Kështu që ai do vazhdoj të vijojë si kryetar bashkie formalisht, por praktikisht ajo është çarmatosur nga çdo gjë sepse aty është dhënë komanda personave të tjerë të cilët shumë shpejt si suvërejt edhe tek pjesa e protestës, shumë shpejt me keqardhje mund t'ja them që do filloj që emri i tij të zvenitet komplet edhe brenda Bashkisë Tiranës, saqë do ndodh në seancën e dytë. Protesta do ndodhi shumë shpejt. Protesta nuk u zveni, protesta u zvenit se erdhi urdhri nga lart, se u nuk ka rëndësi, janë shumë faktorë. Bet që shkuat atje. Ju tha deputati. Tani unë thash, ndoshta edhe këtë e thash, thjesht duhet ta përpiqesh ta kuptosh. Bashkë këto. Por problemi është që është proces natyror, të jemi sinqert, përtej dëshirave dhe orekseve politike që padyshim ndikojnë. Është proces natyror që për fatin e keq kur një person ndodhet para burgim, fillojnë e harrojnë përveç familjarëve, gjithë fillojnë e harrojnë, sepse nuk kanë më as nevojë për të. Dhe do jetë, nëse që për mendimin tim para burgimit do i vijoj, edhe është vetëm në fillimet e tij, mendoj që shumë shpejt nuk do jetë më i lidhur thelbësisht me Bashkinë e Tiranës. Nuk do të jetë. Kemi gjë tjetër? S'besoj apo jo. Se ne procese kemi këtë tani, mund të jemi javën tjetër e gjitha. Jo, një fjali nëse lejohem. Në gjykatën e posaçme nëse e mbani mend, ju pati një debat dhe një përplasje shumë tashpër mes gjykatës dhe spakut nga një anë dhe policisë së shtetit nga ana tjetër. Sepse në atë kohë, kur u bë protesta, nuk pati asnjë plan masash nga ana e policisë dhe u pretendua nga ana e gjykatës dhe spakut që u bë premis për vënien në kërcënim apo në presion të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po të shikoj gjatë këtyre 3 ditëve dhe të dile nga ajo që ne i themi ana e burgut, pra nga hyrja kryesore ku zoti Veliaj u shoqërua me furgonin e policisë, kishte një plan të detajuar masash, pra vetëm për të kaluar, nëse mund ta them ose për të parakaluar furgonin që transportonte zotin Veliaj, kishte 10 punonjës të policisë të cilët ishin vendosur kordon përpara gjykatës posaçme dhe prokurorisë posaçme, pra kishte një ndryshim të kursit. Nëse në momentet e para policia la të zhvillojë protesta, madje dhe rrugën e hapte polici bashkiak, se nuk ishte gjykundi policia e shtetit në atë kohë, 3 ditët e fundit, pra në 3 seancat radhasi, policia e shtetit kishte zbarkuar e gjitha përpara gjykatës posaçme. Do kalojmë në 3 momente që do të jemi sa më koncizë
dhe të përmbledhur, si thuash, në mënyrë që të mos harxojmë shumë kohë. Dënohet Jorgo Goro dhe 10.000 metër katror sipërfaqe i kthehen shtetit në Bregdet. Jorgo Goro është dënuar me 3 vite 1 muaj burg, ish kryetari i Bashkisë i Marrës, për shpërdorim detyre dhe mos deklarim pasurie, dënim që i ulet në 2 vjet, i shtullur në 2 vite e 20 ditë për shkak të gjykimit shkurtuar. Pse është dënuar Jorgo Goro? Kush më jap detyruar për të më folur për këtë? Është dënuar se është përdorur. Ka që thjesht. A është dënuar se është përdorur, thot avokati? Konkretisht si? Falsifikoj letrat e tokës. Falsifikoj letrat e tokës, thot Tomori? Tani, Konkretisht si ndodhi? Jorgo Goro u kallëzua nga Fredi Beleri, në atë kohë ishte zgjedhur Fredi Beleri kryetari i Bashkisë i Marrës, dhe nëse e mbani mend ishte në paraburgim dhe më pas u dënua për nuk u lejuat bëj betimin dhe u dënua më pas për korrupsion zgjedhor. Në atë kohë zoti Beleri denoncoi zotin Goro, zonjën Olta Gjaçka, ish ministre e mbrojtjes dhe ish ministre jashtme, dhe bashortin e zonjës Gjaçka, Artan Gaçin, ish deputet i Partisë Socialiste. Nga hetimet e prokurorisë rezultoi që zoti Goro kishte shpërdoruar detyrën duke anashkaluar Këshillin e Qarkut për një pronë rreth 11.000 metra katror në fshatin Gjilek të Himarës, pronë mbi të cilën Artan Gaçi, pra kompania e tij, është duke ndërtuar investimin strategjik dhe ka marrë statusin e investitorit strategjik nga qeveria. Se s'ka tokë, më. Ishte prapë, këtë po sqaroj pra. Unë mendoj që me qënëse hoteli ka nisur të ndërtohet, toka është e konfiskuar, me qënëse vlera investimit e hotelit kalon vlerën e truallit, i linde drejta e para blerjes dhe pastaj për të marrë parat, me qënëse nuk është gjendur fajtor, mund të hap gjyq civil me palën që ja ka shitur me dokumentat të falsifikuara. Dhe mund të zgjidhet në këtë lloj forme, se i bie pasaj që Bregdeti... Unë dua të shkoj, Ola, unë nuk dua të shkoj aq larg. Jo, me qënëse... unë nuk dua fare të shkoj aq larg. Hoteli është ndërtuar, është praktikisht drejt fundit, por ama ka një listë tek investime strategjike, ka një nen më saktë, që nëse është marrë ka të dhëna të rreme, automatikisht duhet ripar status i investitorit strategjik. Dhe unë mendoj që këtu duhet filloj gjithë diskutimi. Jorgo Goro po i lan duart me drejtësinë, do kryej dënimin, do shkoj në shtëpinë e tij. Tani problemi është që do them diçka të lutem, atëherë statusi investitor strategjik nuk është marrë. Hoteli më bashkëshorti i zonjës Gjaçka. Atëherë statusi investitor strategjik nuk është marrë me të dhëna të rreme përsa kohë SPAK dhe gjykata nuk ka gjetur fajtor zotin Artan Gaçi dhe zonjën Olta Gjaçka, që është përfituese si bashkëshorta, po ai që ka kompaninë GTCC në Mosgaboj, nuk e ka gjetur fajtor dhe bashkëpunëtor për falsifikimin e dokumentave. Ndërkohë që po ashtu nga statusi investitor strategjik nuk është përfituar toka, por është përfituar vetëm e drejta për shfrytëzimin e bregut të detit për 30 vjet.